Në rrugtimin e luftës, na u ndonë edhe rrugët e... Pasi që ishit martuar? Po, pas vajzës së vogël. Cila ishte arsyeja që u ndonë rrugët e juve? Ishte periudha e luftës edhe u ndonë për një arsye kur gjithë vogël diçka, mirë po tani pjesa e luftës ofensiva shtatorë dhe në vijum në qytetin e Vështres, edhe veç tani veç përfundoi gjithçka. Nuk ka qenë arsye diçka. Si përfundoi kaq lehtë kur kishit dy vajza në mes? Vajzat ishin me ty apo me ish bashkëshortin? Jo, kanë qenë me ish bashkëshortin, mirë po në fillum tani mandej se ko lufte me që ndajten dhe fëmija edhe nuk e disha ku janë, unë e vazhdova me familjet, me nanën, me motrën, me vllon, të Varrezat qytet të vendosëm. Anë në Andrenizve që ka plej luft, anë i në fshatin Dubas, në penzinë shtatorët, veç nga degjen në rafsh me tokë, se të një fjallë. Edhe kuptohet kontakti, atës këna pas telefona, as diçka mjetë. Po ti në momentin që shpërthej lufta, ishe të familja jote, që pastaj aty u ndot? Edhe deri përfundim të luftës, nuk më ditë kur gjë për fëmijët. Deri përfundimin e luftës, nuk më ditë. Ke bo përpjekje që me ditë çka po ndodh me fëmijët, me ish bashkëshortit? Me që njerëz të trajt luftës që në atakuan e kom pyet edhe më ka do të gjojmë rrugë të pyesëm ko janë, nuk kam marrë vesh që fëmija janë mirë, i kanë qenë me gjyshën e vetë. Ai ka vazhdu jetën, tani veç më martuan, mirë po përfundim të luftës. Po jo kishit ndonjë debat që përfundoi kaq lehtë një martesë? Ka qenë një mos marrëveshje diçka. Po pastaj aty ka qenë arsyeja që ai nati është mbajt edhe deri te divorci. Nuk na ka dhënë hapësinë tani mandej se ka qenë tash periudhë e luftës edhe rrugtimi i luftës do të thotë ne ka ndodhur rrugët tona. Edhe kështu tani më në ato rrugë veç kemi vazhdu jetën, ai ka vazhdu jetën e vet.